Jam kthyer në studio dhe siç u thash, në pjesën e dytë kam të ftuar përsëri një mik të emisionit tim, edhe mikun tim gjithashtu, ai është Kaon Serjani, drejtuesi i Institutit për Besim dhe Angazhim Kulturor, publicist, shkrimtar dhe njeri angazhuar sepse merr pjesë vazhdimisht në media, në organet kulturore, duke u angazhuar dhe duke diskutuar ato tema që ju prekin juve, personalisht, komunitetin që ju përfaqësoni, por edhe shoqërinë. Mirë se erdhe në ADN i dashur. Faleminderit, është kënaqësi të jemi me ty. Tash, unë dua ta nis bisedën me ju me dy ngjarje dhe do diskutojmë dy çështje, me cilat ju keni qenë i lidhur, siç u kam parë, me prononcimet që keni bërë. Vrasjen e Charlie Kirk dhe ligjin për barazinë gjinore që është projekt, nuk është miratuar akoma, më duket, apo jo? Me sa di unë është projekt ligj ende, por kujt nuk e di se çfarë mund bëhet. Tash këtu në Lezhë do të shfaqet, ky është momenti kur ndodh tragjedia, ja ky është Charlie Kirk, dhe pastaj do të ketë edhe fotografi të tjera të tij. Çfarë po ndodh në Amerikë, dashurim? Dhe çfarë ndodhi me Charlie Kirk? Po në Amerikë ajo që po ndodh është shumë dimensionale. Në thelb mund të ketë të bëjë me atë që e keni dhe juve në pjesë të emisionit tuaj me demokracinë, si thosh, me fjalën e lirë. Janë disa momente që mund të veçonim që bëjnë këtë ngjarje trondice për mendimin tim. E para është Charlie Kirk i fton njerëzit të debatojnë me të në një moto që ai thot prove me wrong. Më thuajt kundërtën. Ose më vërtetoj që e kam gabim, më mbush mendjen. Dhe të kesh përballë tani njerëz që si thosh e kanë frikë se nuk ja ndryshojnë dot mendjen, edhe në vend të fjalës zgjedhin plumbin, kjo e bën tragjike, e bën tronditse. Ai që po të fton në dialog, ti zgjedh armën për të dialoguar. Domethënë kjo është kontradita e thellë e parë e tronditse e kësaj ngjarje. Mendoj një gjë tjetër që mund të veçojmë në këtë vdekje është fakti që ai e mori plumbin në fyt, ndërsa ishte duke folur. Kjo është, si thua, gati si një metaforë, të thua se kjo se të krijohet një simbolik tronditse. Në fakt ju e dini shumë mirë që njerëzit që janë dënuar me vdekje dhe pritet ekzekutimi i tyre, ju jepet një fjalë e fundit dhe pritet që ata ta mbarojnë fjalinë. Në rastin e Charlie Kirk, ai vdes me një plumb në fyt ndërsa ishte duke folur, ai nuk e mbaroi dot fjalinë. Pra kemi të bëjmë me si thosh me një lloj mizorie që edhe personi që ekzekutohet ose që dënohet me vdekje ka një farë dinjiteti dhe këtu ka një mungesë tekstuar respektit për dinjitetin e tjetrit. Një moment tjetër që mund të veçonim nga kjo ngjarje është ai po fliste, në fakt po debatonte me një person që është në krahun ideologjik të kundërt të Charlie Kirk. Charlie Kirk ishte një konservator, personi që po debatonte me të ka një botkuptim liberal të shumë çështjeve dhe ata po diskutonin për çështjen e vrasjeve në masë ose të qelluarit me armë në masë, që ata i thonë mass shooting në Amerikë, ku personi që qellon në këto raste është një transgjenor dhe ai po përmendte statistika të këtyre rasteve ku ai personi që godet me armë, goditje në masë, është transgjenor. Dhe kur zbulohet identiteti pastaj i personit që qelloi, ndërsa këta kishin këtë temë të bisedës më merr që ai merr plumin, është një person që ishte duke bashkëtuar me një person transgjenor. Pra janë shumë momente që e bëjnë këtë ngjarje tragjike, përveç faktit që ishte i ri, ishte babai 2 fëmijëve shumë të vegjël, ishte 31 vjeç, ishte në moshën ku fillon jeta e angazhuar, por këto janë më pak të rëndësishme për mendimin tim sesa këto detajet e tjera që bëjnë këtë ngjarje tepër tronditse. Dhe ajo që është
gjithashtu e veçantë në rastin e Charlie Kirk është që ai, si të thuash, e para dinte një situatë të tillë, ai ka raste kur e deklaron. Në 2012 më duket pa deklaruar që kaq shumë armë sa kemi ne në një ditë, ato do të na vrasin edhe ne, më duket kështu. Po, në rastin specifik të angazhimit të tij, ai kishte frikën se kjo lëvizje që ai kishte nisur, siç e thotë, e ka nisur në 2012-ën, pra kishte më shumë se 12-13 vite që e bënte këtë. Kur ishte 18 vjeç, ishte 18 vjeç në atë moshë. Por ai e dinte që kjo lëvizje kishte ardhur duke u rritur dhe duke grumbulluar turma të mëdha njerëzish. Dhe ai e dinte se pala kundërshtare, do thoshte çfarë është pala kundërshtare? Pala kundërshtare ideologjike, po themi tani, pra ata që mendojnë ndryshe nga ai po shikonte një tension të rritur që nuk po e duronin dot kundërshtimin dhe ai deklaron, mund ta gjesh kollaj në internet që e thot nuk është çudi që të merren përsipër angazhime të tilla që mund të duan të na frenojnë përmes armëve dhe ai kishte kohët e fundit kishte shtuar, si thosh atë rrjetin e sigurisë, por prap kjo është një lloj si thosh arme nga larg që nuk e mbron dot. Shiko, sot po diskutohet shumë për këtë vrasje, por po diskutohet shumë edhe për Amerikën. Unë mes të tjerave lexova një shënim të CNN-it që thoshte në gjysmën e parë të vitit 2025 janë shënuar në Amerikë rreth 100 vrasje, mbi 100 kështu atentate për shkaqe për motive politike dhe ideologjike. Kur përpiqen në Amerikë që të gjejnë shkaqet, pse ndodh në Amerikë kjo gjë, nisin që me vrasjen e presidentëve të presidentit të parë që u vrap Kennedy apo Lincolni, Kennedy. Edhe 3 presidentëve të tjerë u është dashur të bëjnë atentat, por kanë dështuar Clintonit, Bushit edhe Reaganit dhe atentatet e tyre kanë dështuar. Përveç një ditë numëronte ata 2 senatorët që u vranë në shtëpinë e tyre, republikanë që u vranë në shtëpinë e tyre. Dhe dikush thotë që Amerika e ka në nenin e dytë të saj të kushtetutës kur përdor mbajtjen e armëve. Dikush tjetër thoshte që në Amerikë ka më shumë armë se sa njerëz në qarkullim. Kjo mund të jetë njëra nga arsyet. Por kultura për të zgjidhur problemet ideologjike me anë të armëve, me sa duket po bëhet në Amerikë sipas disave, një formë e demokracisë. Nga ana tjetër, para disa kohësh, ose vitet e fundit, pati një teprim, të themi kështu, të lëvizjes woke. Dhe u vu në pikpyetje çdo gjë. U vu në pikpyetje tradita në përgjithësi. Gati po shkallmoj tradita dhe institucionet që kishin ndërtuar shoqërinë njerëzore apo kuptimin për jetën e njeriu deri atëherë u vun të gjitha në pikpyetje. Si kjo sa i takon ç'është njeriu, ç'është gjinia e tij, ç'është seksi, ç'është kujdeun ngjyra dhe probleme të tilla të konservatore si atdheu apo familja këto u gjendën në minorancë dhe u vun në pikpyetje. Dhe kjo përplasje që po ndodhet që ndihet shumë në Amerikë, ka nga njëra anë një lëvizje të madhe siç është MAGA, po të shikosh në rrjetet sociale që ti ndjek ka aty fyerje dhe sharje dhe një dhunë të paimagjinueshme, nga ana tjetër dhe këta të tjerët që e kundërshtojnë këtë lëvizje. Por fakti, problemi më i madh, nuk përmendëm edhe këtë atentatin ndaj Trumpit. Po ashtu. Çfarë po ndodh konkretisht dhe si duhet lexuar gjithë kjo që po ndodh? Në fakt, Charlie Kirk është një personazh fiks për të analizuar këtë gjë që ju parashtroni, sepse ju parashtroni atë që ne mund ta themi një përplasje shoqërore ose një rënim të kohezionit social që ne mund ta nisim. Do të them edhe këtë se e përmenda edhe në editorial. Jacques Attali thotë problemi më i madh që kanë demokracitë sot në Amerikë dhe në botë është ajo që ai e quajti shkatërimi i asaj common sense. Ne nuk po biem dakord për gjëra themelore. Na është shkatruar besimi dhe jemi ndarë. Dhe Charlie pikërisht luftonte për common sense. Domethënë, ai motoja e tij pse i bënte këto debatet ishte pikërisht kjo, sepse po shikon
në Amerikë, po shikonte në Amerikë një mungesë dëshire për të dialoguar, një izolim në varësi të krahut që ti ndjek, ose të zgjedh, ose që i bindesh, ose që i thtar, dhe mungesa e dëshirës për të diskutuar çfarë do të ndodhi, thot ai, nëse ne do të izolohemi, nëse ne do të rrisim potencialin për dhunë. Ne do shkojmë drejt konfliktit social, luftës civile, dhe unë këtë dua të parandaloj, thoshte ai. Prandaj, çfarë e bën të mundur një demokraci, e bën të mundur dialogimi. Edhe kur nuk jemi dakord, se dialogimi për atë ke nevojë. Kur nuk je dakord, se nëse jemi dakord pim kafe edhe bëjmë foto edhe rrim gjithë ditën bashkë, kënaqemi, po kur nuk jemi dakord, kur kemi bindje politike ndryshme, bindje morale të ndryshme, atëherë ne duhet të dialogojmë, duhet të merremi vesh, duhet të ruajmë respektin në komunikim. Dhe ai prandaj thonte, dhe pikërisht për ironi, ai pala tjetër, ose ai që përfaqëson tani kundërshtarin ideologjik të Charlie Kirk, thot nuk dua të dialogoj, madje ti më prish punë dhe unë dua të eliminoj si një zgjidhje, por a është vërtet një zgjidhje? Në fakt, ajo çfarë do prodhon më shumë zemrim, më shumë potencial për dhunë, pavarësisht se kjo nuk ishte asnjëherë në moton e Charlie Kirk që ai të promovoi. Pikërisht për të frenuar dhunën, ne hajde të bisedojmë bashkë. Por ajo që në fakt duhet të thënë edhe që pse është komentuar aq shumë, është sepse vdekja e tij nuk solli vetëm njerëz që i erdhi keq për të, po solli njerëz që u lumturuan për të. Nuk e di nëse ke pas rastin ta di. Kam lexuar për fat keq dhe ajo që unë personalisht nuk e pranoj, janë dy gjëra kontradiktore. Tash për shembull në Amerikë, në për media ka gazetarë të ndryshëm, opinionistë, që bëjnë edhe satira, bëjnë edhe ironi me vdekjen e tillë, po ajo është një kulturë tjetër që nuk na takon ne. Ashtu si kundër ka është edhe krau tjetër që për çdo koment negativ që jepet për këtë zgjidhje, domethënë këta ekstremi tjetër i pushojnë nga puna, i largojnë nga puna. Po është ndryshe të bësh satirë. Tensionet sociale aktualisht në Amerikë janë shumë të larta. Po është ndryshe të bësh satirë, pra të bësh, si thoshte, një form arti për të theksuar një element, një pikë, domethënë të parodizuar, po është tjetër ajo, dhe është tjetër që ti sinqerisht të lumturohesh, të dalesh, të filmosh veten dhe të thuash sa mirë që ky njeriu është i vdekur. Pra kjo është ajo që ka ndodhur me një pjesë të madhe të njerëzve, sepse nuk i pëlqenin idetë e tij dhe ke shumë të rinj që i pyesin, jo vetëm në Amerikë në fakt, por edhe në Evropë. Për shembull, ndoqa disa intervista student të Universitetit të Amsterdamit, që kishin të njëjtin mendim, sikur të ishin aty në, kështu dhe thënë, dikush duhet ta bënte, jam i lumtur që ai është i vdekur. Pra kjo të bën të reflektosh për qenien njerëzore. Kjo kulturë që po krijohet, kjo është vërtet tronditse, sepse Europa kështu po shkon drejt ringjalljes edhe të fantazmave të vjetra. Për shembull, një fantazm tjetër është Palestina dhe Izraeli. Domethënë, ata që janë kundër Izraelit fshihen pas Palestinës dhe pastaj ngjallin fantazmat e nazizmit edhe të pogromeve mbi hebrejt etj. Ku po shkon bota kështu dhe çfarë përgjegjësie ka, po a mund ta ndihmoj besimi botën që të dalë nga ky batak? Ju jeni teolog, domethënë njeri i kulturës dhe e doni teologjinë, drejtoni një institut që promovon këto vlera, vlerën e dialogut dhe vlerat tradicionale të krishtërimit. Po edhe qëllon që Charlie Kirk ishte gjithashtu një njeri besimit. Domethënë ai ishte një aktivist politik, por e përdorte platformën e tij të aktivizmit politik për të folur për gjëra që ai besonte ose si shef ai zgjidhjet shoqërore dhe si besimi, për shembull, nëse ai jep theks familjes, nëse ai jep theks përgjegjësisë çunave të rinj, se çfarë duhet bëjnë me jetën e tyre, gjetjes së qëllimit në jetë, sigurisë, trajtimit të mirë të femrës, e gjëra të tilla, ku do t'i gjej ai shef këto vlera tek besimi. Edhe ai i përdorte në të folurën e tij si mund të marrin zgjidhje disa çështje shoqërore, duhet fokusohen tek vlerat e krishterëve, vlerat dhe si do të ruhet qytetrimi, kjo është një nga tezat kryesore të tij, qytetrimi perëndimor është e themeluar nga vlerat e besimit krishterë dhe vlera e besimit krishterë ka sidomos të tolerancën për tjetrin, tolerancën për tjetrin dhe ruajtjes së dialogut, pra është në themel, gërsheton në themel të besimit të tij dhe të aktivizmit të tij politik. Kështu që padyshim
ai e shifte këtë, por shumë prej këtyre fjalëve të tij njerëzit i cilësojnë si gjuhë urrejtje, si ofensive por e thonë edhe urrejtje, domethënë gjuhë hate speech, por në fakt mua më rezulton që në shumë prej këtyre rasteve nuk është një gjuhë urrejtje, por është një lloj dëgjimi i fjalëve që ti urren ose që nuk dëshiron ti dëgjosh. Mos ndoshta ka ndodhur dhe kjo sepse u përdor mençuria, zotësia e Charlie Kirk apo edhe platforma e tij u përdor pastaj nga një grup tjetër ekstremist, siç mund të jenë këta të magës, dhe artikuluan, si të thuash, tezat e tij dhe i bën ato pastaj kur vjen në punë me, si të thuash, me fanatizëm, ato sjellin bën dhe të kundërtën e vet. Po të kemi parasysh këtu edhe krishtërimin, atëherë kur donë të përhapeshe me dhunë, ndërtoj institucione të tilla që i solli dhe fatkeqësi. Mos jemi në këtë fazë, si mendon? Tani, në Amerika shumë gjëra që po ndodhin, jo çdo për dalje publike ose jo çdo krah që promovon diçka do të thotë që edhe një personazh tjetër ose një grup tjetër ka një mendim identik. Në fakt Charlie Kirk nuk ishte maga me 100%, ndoshta ishte 80% ose 90%. Për shembull, mbështetja e qeverisë amerikane për Izraelin, ai nuk ishte, ai ishte kundra. Ai ishte, domethënë ishte, edhe pse ishte shumë konservator, ai nuk ishte pro qasjes që Izraeli ta nishte ndaj Gazës. Kështu që ai ishte një njeri i lirë, ai kishte bindjet e veta politike, por ai kishte aftësinë të ndërtonte dialog. Për shembull, nëse ju e njihni këto emrat Tucker Carlson edhe personazhet e tjera, Ben Shapiro, kështu që kanë mendime të kundërta për sa i përket disa çështjeve të nxehta, siç është Izraeli, siç është ato dosjet e Epstein. Kanë qasje krejt të ndryshme, po prap janë në krahun konservator dhe jo domosdoshmërisht përfaqësojnë zërin e qeverisë amerikane, po kjo është në një aspekt është edhe e bukur sepse ka një lloj debati të brendshëm brenda konservatorizmit në Amerikë që e promovojnë dialogun. E kupton, vështirësia është këtu ku duhet të bisedojnë edhe me një krah ideologjik të kundërt, vështirësia për të bërë dialog në atë rast është shumë e madhe. Po ka të bëj, ju preket diçka që mua më tingëlloi shumë e vërtet. Këto disa gjëra që ndodhen disa vite më parë, 10 vjet, 5 vjet më parë. Ajo ka sjell një lloj dëmtimi, pra që mund të jetë lidhur padyshim me një administratë të mëparshme, që i hap universitetet, edhe universitetet po ashtu bën qendra të promovimit. Edhe atje pati një lloj fanatizmi. Mirë, u shkua deri atje, vajti ti e di shumë mirë që edhe monumentet të këtyre që kishin krijuar historinë i rrëzonin, pra lufta kundër kësaj simbolikës tradicionale që nisi atëherë nga njëra palë, gjeti një rezistencë ashtu me ardhjen e Trumpit dhe duket sikur po përplasen të dyja, po ajo që nuk shkon është pikërisht kjo që njëra palë ka vendosur jo se ata janë të organizuar, po frymëzon ose krijon të tillë, si të thuash, të tillë njerëz që përdorin plumbin pastaj kundër. Po, por ne duhet të promovojmë atë që përdor dialogun. Dhe Charlie Kirk u vra jo sepse ushtroi dhunë, jo sepse promovoi dhunë, por sepse ai promovoi dialog konstruktiv me tjerët dhe jo, dialogu është, kur bëjmë dialog, secili vjen, unë të ftoj të mbrojsh pikpamjen tënde, pastaj të vërtetën le ta gjejnë ata që na ndjekin mua dhe ty. Mirë, të kalojmë te çështja tjetër i dashur që lidhet po ashtu me këtë. Ju keni qenë aktiv në media, po ashtu edhe për të kundërshtuar një projekt ligj të qeverisë shqiptare për barazinë gjinore. Dhe do të lutesh ta regjis të kalonte në pamjen tjetër tek ligji, tek pamja 7. Ja, ky është projekt ligji që e gjeta unë, pastaj keni pamjen 7 fotot dhe pamjen 8. Më fal, pamja 9 projekt ligji dhe pamja 10, po dhe këto pamjet e tjera, po. Çfarë është ky projekt ligj? Po, ky projekt ligj është, mendoj unë, projekt ligji më revolucionar në aspektin e konceptit të gjinisë, që nuk ne gjithmonë e kemi përkufizuar gjinin dy binare, ose binare, dy polare, burrë dhe grua. Është hera e parë në historinë e legjislacionit shqiptar
që do të hyjë koncepti propozohet i gjinisë gjithëpërfshirëse, që do të thotë kur flasim për gjini nuk e kemi fjalën për burr ose grua. Pra nëse ky ligj miratohet i jep të drejtën çdo individi që të identifikohet jo thjesht në biseda personale, po të ketë të drejtën e identifikimit ligjor përmes edhe në gjendje civile të deklarohet. Po, ky do hapte rrugë. Ata që do promovojnë këtë ligj, thonë jo se kjo ligji i gjendjes civile është tjetër gjë, po kjo në fakt ky ligj do hapi rrugë që të gjesh aplikimin, si do shprehet identiteti gjinor që ky ligj i jep të drejtë me arsyetimin për qenë jo diskriminuar. Për shembull, meqense po flisnim për atë lëvizjen UOK, lëvizja UOK propozonte që të hiqet shija nga anglishtja, që të hiqet ajo, mos ekzistoj ajoja, nëse kujtohet. Po, edhe kështu do shkoj, nëse ky ligj kalon, ne do fillojmë një kalvar, si thosh, implikimesh ligjore që nuk do kenë të sosur. Dhe në fakt, ajo që ju thatë për lëvizjen UOK në Amerikë, që çon në situata të tilla të mungesës kohezionit social në Amerikë sot që po ndeshen aq fort, ky ligj mund të jetë fillimi i mungesës së kohezionit social për Shqipërinë. Pse? Sepse nëse ne do të ndjekim këto implikime ligjore që do na sjelli ky ligj, do kemi kurrikula në shkolla që prindrit s'do t'i pëlqejnë, po për hatër të ruajtjes nga diskriminimi, ne do t'i hasim ato. Ne do kemi ndryshime në gjendje civile, ne do kemi formulime në dokumenta zyrtare, ne do kemi gjyqe për shkak se mund të mos i drejtohesh, për shkak se mund ta cilësosh si cënim të lirisë tënde shprehjes, se si do t'i drejtohesh tjetrit, edhe për shkak të këtyre gjërave do të kemi, mendoj unë, nëse ne shkojmë, dash Zoti nuk shkojmë në atë drejtim, si parlament, si popull, sepse do të kemi një reagim të kundërt. Ai reagimi i kundërt që thatë juve, sepse njerëzit do shikojnë absurditetin, siç e pan shoqëria amerikane absurditetin kur një mashkull identifikohej si femër, shkonte dhe garonte në gara sportive dhe ja merrte medaljen grave. Kjo gjë e jep potencialin ky ligj. Dhe çfarë do ndodhi? Ligji është për barazinë gjinore. A do garantoj kjo barazinë gjinore kur një djalë do vej do garoj dhe do i marrë medaljen një vajze, do sjelli barazinë gjinore apo do e prishi sistemin e barazisë? Në vëzhgimet që keni bërë dhe keni hedhur poshtë edhe një arsyet tjetër me cilën shoqërohet ky projekt ligj, sipas të cilit futja ose domethënë implikimi ose implementimi i këtij ligji është një kërkesë e Bashkimit Evropian. Është kështu? Në fakt, në relacione që është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë, mos gaboj, ky është arsyetimi që në agjendën tonë për të integruar në Bashkimin Evropian, ne duhet të përputhim ligjet dhe ky është në atë. Dhe ti thua, okay, atëherë i bie që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë këtë përkufizimin e gjinisë, po të paktën përkufizimin e gjinisë duhet ta kenë jo binare. Edhe ti vetë i lexon. Vetëm 3 deri në 5 vendet Bashkimit Evropian e kanë gjinin jo binare. Më duket se këte nga vendet skandinave, Finlandë, më duket? Jo, është di Gjermanin, më duket se është Franca, edhe janë 2-3 vende tjera. Por jo, Litoni, Letoni... Jo, Finlanda, Suedia, më duket se ato pa të bërë propozime edhe për të ndryshuar kurikulat. Po nga 27 vende, vetëm 3, në varësi, kur them 3 deri në 5 është në varësi se si e interpreton ligjin dhe çfarë lejon ligji, mënyra e shprehjes së ligjit. Por të tjerat ruajnë në mënyrë strikte, edhe pse mund të kenë lehtësira të kalimit nga burr në grua përmes operacioneve dhe ose përmes shënimit të ndryshëm të kështu, por ato lejojnë vetëm identifikim burr ose grua. Tani, kur ti e prezanton që kjo është një dëshirë për të përputhur me Bashkimin Evropian që ne të antarësohemi dhe ta kemi të lehtë antarësimin, kjo është e pasinqertë, sepse ti shikon Hungarinë, ti shikon Poloninë, që janë antarët e Bashkimit Evropian, ti shikon Italinë, ti shikon Kroacinë, që e kemi qëngjitur, nuk ka një ligj të tillë. Pse do ta bësh ti? Pse duhet bësh më evropiane se Evropa? Unë kam një pyetje për ju. Unë jam dakord deri në një farë masë me ju, sepse ne jemi një vend tradicional, jemi një vend relativisht i prapambetur dhe nuk mund të bëjmë reforma të tilla që i kanë bërë vende të cilat kanë kaluar një
fazë të tillë zhvillimi që ndoshta shoqëria është e përgatitur për ta pranuar këtë. Sepse identitetet tona, ti e di shumë mirë, ne i kanë vënë të tjerët, ne mund ta zgjedhim, unë jam dakord me këtë në parim. A e pranoi Amerika? S'po e pranon Amerika, po ka kaos social. Absolutisht. Po jo them të bëjmë si thua avokatin e djallit në këtë rast, apo jo. Ne dim që edhe koncepti familjes është koncept kristian, kupton, sepse ishte Krishti ai që tha një burr, një grua dhe lindja është etj. Mund t'i pranoj këto të tjerat. Por traditat zakonisht vjen në pikpyetje, traditat e gjata siç janë këto tradita që janë mira vjeçare, mund të vjen në pikpyetje nëse shoqëria ka arritur në atë fazë që nuk rrezikohet nga shkërmoqja sociale, pra e ruan kohezionin social edhe duke bërë eksperimente të tilla. A mendoni ju që shoqëria shqiptare është në atë fazë që mund të e para kjo dhe e dyta? Unë i respektoj këto shoqatat e LGBT-ve, nuk kam asnjë gjë për tyre, i respektoj, kanë të drejtën e tyre. Me këtë ligj, a rrezikon, domethënë me mosmiratimin e këtij ligji, preken ata realisht? Pra këto dy pyetje kanë. Nuk preken, absolutisht, sepse ligjet shqiptare e mbrojnë jetën e kujdo, pavarësisht se si identifikohet. Ky ligj do ju interesonte grupeve të tilla për të shkuar, si thosh, për të legjitimuar identitetet, për të legjitimuar pastaj hapa të tjera që mund të lidhen me martesat, mund të lidhen me adoptimin e fëmijëve, mund të lidhen me pjesëmarrjen. Ky ligj në fakt e di çfarë do të garantojë, që çon në një absurditet tjetër, që legjitimon pjesëmarrje të përfaqësohet çdo gjini në vendimarrje, në grupe drejtuese, në parlament, në ligjvënie. Dhe nëse ndodhin gjëra të tilla, padyshim që grupe, po themi, transgjinore që nuk janë të përfaqësuara me në një mënyrë po themi në organe drejtuese shtetërore ose private, sepse me sa kuptojmë ky ligj e çon edhe tek sektori privat këtë çështje. Pse çon në një absurditet matematikor për mendimin tim është sepse thuhet në ligj që çdo gjini duhet jetë përfaqësuar minimumi 30%. Deri në 50. Nuk ka kuptim deri në 50, se nëse është burrë ose grua, 50 me 50. Po nëse janë shumë se 2, si mund të gjej zbatim 30 deri në 50? Unë të falenderoj që ishe natën i dashur Kaon dhe dëshiroj që këto probleme që ju i ngrini në opinion të bëhen objekt të debati edhe në Shqipëri, po duke promovuar gjithmonë dialogun. Faleminderit që ishe në ADN. Faleminderit shumë për ftesën. Ky ishte emisioni ADN i pari për këtë edicion. Nga unë Iliru Zeiri, mirupafshim të dielën e ardhshme. ADN është bashkimi i 3 gërmave që shënojnë 3 shenja të mëdha: art, demokraci, natyrë. Kjo është ëndra e çdo shoqërie. Një emision mbi aktualitetin e javës. Ngjarjet kulturore që shënuan hapësirën publike. Dhe një reflektim se si po sillemi me natyrën. ADN nga Iliru Zeiri.